Kemi definu për shembull zonën e Zmaku për të Do të ndihmoni, pyetja është direkt. Për ku për zonën Jo, tash edhe do të përsëris pyetjen se është komuna që më intereson ta di. Për vushtri tash se ushtri zona e Zmaku. Zona e Zmaku. Pyetja është për Gjakov, zotë ndihmoni. Për Gjakov do të për ju. Jemi në konsultime edhe me disa subjekte të tjerë, se Gjakov është një garë interesante. Janë dy partitë e mëdha, Vetëvendosja dhe Keja, që zakonisht në zgjedhjet qendrore janë zonë vend njëra tjetrës, në kuptimin e numrave. Në këto zgjedhje ka pas goxha dallim. Edhe në pas zgjedhjet nacionale me zgjedhjet lokale po flas. Zakonisht Ardian, në shembull shembull, Ardian Xhindi ka marrë 50.000 vota, i Vetëvendosja ka marrë 10.000. Në këtë rast, këtë koalicioni ka marrë 8.000 vota, 15.000 ka marrë Vetëvendosja. Pra, në Gjakov është interesant, sepse Sepse tash në zgjedhje nacionale zoti Gjini arriti më pas deputet, për shembull. Prandaj po them, në Gjakov Partinë Demokratike që sillet gjithmonë, në cil nga themelimi është sill prej 4.000 deri në 5.500 vota, e Lidhja Demokratike që pas humbjeve kur i pat ose pas ramjes së saj, o sill në kufinin e 3.000 vota, dhe e Partinë Social-Demokrat, Demokristiane që të heret në Gjakov është me 4.000 vota. Ju kuptoj drejt, ju po mendoni që në Gjakov, basi po flasim për Gjakovën, synonit garoni me kandidat që me pas në balotazh përcaktoni se me cilin do të shkonit? Unë jam i bindur se jo vetëm Gjakov, por në disa prej komunave votat tora do të jenë përcaktuese. Dhe prandaj ka nevojë për këto diskutime. Do të sqaroj pyetjen Shkodrës, do të jesh kandidat për Gjakovën apo jo? Ende nuk është vendos, sepse do të më pa kush do të jenë kandidat e partive tjera. Ne kemi zyrtarisht, kemi vetëm 2 kandidat. A bën me apo një nëm pyetje? 2 kandidat. I hapur në Keni gatishmëri me çan kandidat, nëse s'u vendos ajo. Po shiko, në Gjakov do të ju keni qenë aktivisht, domethënë. Unë në Gjakov kam qenë asamblesë, kam qenë nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, shefi i grupit parlamentar të PDK-s. Pastaj unë i ri tash në strukturat e nismes, nuk do me thonë që kanë pas kesh këtë ata ma herët, pëse i na dalë në tash, unë e kom drejt, pëse jam këtu, do të më analizu me shumë kujdes, po në Gjakov, nëse do të kemi kandidat, do të kemi lufta e më është të kemi një kandidat konsensual disa forca politike. Do t'jeni edhe në Prishtinë, në falë se... Edhe në Prishtinë është të diskutu një ide shumë interesante. Pra nisma do del me një ide interesante ditëve në vim... Po më që jetë Fatmir Limaj? Në Prishtinë. Do t'jetë ide shumë interesante. A qenë njerë kandidat për Prishtinë? Nga ona PDK-s? Nga ona PDK-s.